Pika turistike e Zogajve, rreth 13 kilometra larg Shkodrës, po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për pushuesit vendas dhe të huaj. E vendosur buz liçeni të Shkodrës, kjo zonë ofron qetësi, relaks dhe një panoramë breslënëse natyrore. Ndërtimi i rrugës, që tashmë është drejt përfundimit, ka lehtësuar ndjeshëm aksesin dhe ka rritur ndjeshëm fluksin e vizitorëve. Turistët e huaj shprehen të mahnitur nga bukuria e zonës, mikpritja e banorëve dhe ushqimi tradicional. No, second time. Jemi këtu për herë të dytë. Herën e parë erdhëm për punë, ndërsa këtë herë për pushim. Kemi vetëm një ditë në dispozicion, ndaj sot po shëtisim rreth liçenit dhe pas dite do të shkojmë në Bregdet. Njerëzit janë shumë miqësor dhe natyra është vërtet shumë e bukur. We're from Belgium. Jemi nga Belgjika dhe është hera e parë në Shqipëri. Liçeni është shumë i bukur dhe moti është i nxehtë tani. Na pëlqejnë njerëzit dhe ushqimi. Po shohim përreth. Do të qëndrojmë 3 net këtu dhe pastaj do të shkojmë në Berat. And then we're going to Berat. Rreth e rrotull është shumë bukur. Moti është i shkëlqyer, kështu që jemi shumë të lumtur që jemi këtu. Njerëzit janë të sjellshëm dhe natyra është e paprekur. We're happy to be here. Banorët e zonës shohin rritjen e interesit si një mundësi të mirë për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale, ndërsa Zogaj po konsolidohet si një nga pikat më tërheqëse turistike pranë Shkodrës.